5 gjërat që nuk duhet t'i bëni kurrë pasi të hani ushqim. Pas një vakti të bollshëm të ushqimit, shumë nga ne duan të shtrihen dhe të shohin televizor, por kjo gjë është një nga gjërat më të këqija që mund të bëni për shëndetin tuaj. Ja disa truke dhe rituale të vogla të cilat në dukje mund të duken të thjeshta, por në realitet janë të këqija, të cilat mund të krijojnë probleme potenciale me shëndetin. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim rastet e gjërave që nuk duhet t'i bëni pasi të konsumoni ushqim. Mos flini menjëherë pas ushqimit, pasi kjo do të krijojë një mostretje të mirë të ushqimit dhe shkakton edhe fryrje dhe kapslëk. Mos pini duhan mbas ushqimit, pasi kjo mund të krijojë shqetësime të organizmit tuaj. Mos bëni dush menjëherë pas ushqimit, pasi sasia më e madhe e gjakut është përqendruar në stomak, ku fillohet edhe procesi tretjes. Dhe nëse futeni në dush menjëherë pas ushqimit, mund të pësoni infarkt. Mos pini çaj dhe mos hani fruta menjëherë, por prisni të paktën të kenë kaluar disa minuta dhe përfitimet që do të merrni do të jenë mbreslënëse në dobi të shëndetit.